Kjo shtun e 20 dhjetorit ka shënuar një fluks në rritje në portin detar të Vlorës. Me tragetin e linjës Vlorë-Brindisi mbritën 288 pasagjer, 74 automjete, 24 kamion, 4 minibus, 4 trailer, të cilët shënojnë kështu edhe një fluks në rritje, krahasuar me periudhat të tjera të vitit, përveç sezonit turistik. Duket se fluksi emigrantëve ka ardhur për shkak të festave të fundvitit dhe pushimeve dimërore që ata marrin. Por autoritetet portuale konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se pritet që e diela të sjellë edhe një fluks më të rritur se kjo shtun. Kjo shtun e 20 dhjetorit ka shënuar fluksin e parë në portin detar të Vlorës. 288 pasagjer kanë mbritur në mëngjes me tragetin e linjës Vlorë-Brindisi. Sipas autoriteteve portuale, pritet që e diela të ketë edhe një fluks më të lartë se ky, ndërsa fluksi do të shtohet pas datës 25 dhjetor me rastin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, ku pritet të kemi diçka më shumë në këto shifra që jemi aktualisht për shkak edhe të emigrantëve, të cilët mund të zgjedhin Shqipërinë për të kaluar festat e fundvitit. Porti detar i Vlorës ka marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin e pasagjerëve gjatë muajit dhjetor, thëndryshe gjatë ditëve të fundit të këtij viti. Pasi autoritetet thonë se do të kemi një rritje në javën në vijim për shkak të festave dhe ku pas 25 dhjetorit do të jetë një numër më i lartë i hyrjeve në portin detar të Vlorës, kryesisht emigrantëve, të cilët vinë për të kaluar festat e fundvitit pranë familjeve të tyre. Gjithsesi autoritetet kufitare, por edhe porti detar i Vlorës konfirmojnë marrjen e masave me qëllim përpunimin e shpejt të gjithë pasagjerëve që do të hyjnë në portin detar të Vlorës nga Bashkimi Evropian dhe konkretisht me tragetin e linjës me Italinë për të kaluar festat e fundvitit pranë familjeve të tyre.